Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, Blerim Bexheti, ka deklaruar sot se shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të hapin një debat të gjerë ndër shqiptar për të përcaktuar rregullimin e ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë ku duan të jetojnë dhe si të jetojnë. Gjithë shqiptarët dhe gjithë qytetarët në shtet janë të vetëdijshëm se ky kryeministër destruktiv nuk po pranon marrëveshjen e Ohrit. Dhe këtë nuk e thot për e bën në kontinuitet. Me nënshkrimin e tij është kontestu gjuha e shqiptarëve, gjuha shqipe. E përdor gjykatën kushtetuese si organ parapolitik. Procesin e integrimeve e ka bloku dhe del dhe thot se nëse duhet edhe me dekada do të presë për ndryshime kushtetuese. Dhe në shtet ne realisht kemi problem serios ku i ftoj edhe popullatën maqedone, po edhe shqiptare, nëse ka nevojë dhe të bisedojmë se si e lexojmë marrëveshjen e Ohrit dhe si e kuptojmë. Do jeni dëshmitar se qëllimi i krejt këtyre veprimeve dhe presioneve politike bëhet për këtë dhe për procesin integrues. Dhe nëse nuk ka dakordsi, shqiptarët kanë të drejtën legjitime që të kërkojnë rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si dhe ku duan të jetojnë. Dhe jo të presin këtë veprim destruktiv të Kristianit në Vllahe, nga Vllahe, në cilësinë e kryeministrit që keq përdor organet shtetërore dhe don të diskrediton në veçanti politikanë shqiptar. Presioni u bëhet shqiptarëve dhe kur të zgjedhurit e popullit, aty ku nuk ka bazë dhe ku nuk ka fakte, ai vepron. Dhe tash, shqiptarët e vlerësojnë se a është presion kontestimi i gjuhës shqipe. Shqiptarët e vlerësojnë se prej përfaqësimit etnik bëhet në përfaqësim etik. Shqiptarët e vlerësojnë dhe reagojnë, dhe nuk është e rasti që shqiptarët po dalin në rrugë dhe protestojnë. Dhe sigurisht që ai kur shkruan letra në NATO të përfaqësuesit ndërkombëtar, Kristian Mickovski, duhet shkruaj se ai nuk respekton marrëveshjen e Ohrit, nuk bën procesin integrues. A ka perspektivë tjetër përveç këtyre marrëveshjes së Ohrit dhe procesit integrues? Dhe prandaj e ripërsëris se shqiptarët kanë të drejtën legjitime të hapin një debat të gjerë ndër shqiptar për rregullim të ri shtetëror dhe vetë të përcaktojnë se si duan dhe ku duan të jetojnë.